Ju ndjeni mirë, por a jeni vërtet i shëndetshëm? Shumë nga ne mund të mos i kuptojmë sinjalet që trupi na jep çdo ditë. Sot do t'ju tregoj 10 shenjat kryesore që dëshmojnë se jeta juaj është më e shëndetshme nga sa e mendoni. A i keni të gjitha? Qëndroni me mua deri në fund. Mirë se vini në kanalin ton. Këtu flasim për shëndetin, mirëqenien dhe fuqizimin personal. Nëse jeni të interesuar të mësoni si të jetoni më mirë çdo ditë, atëherë mos harroni të abonoheni dhe të klikoni zilezën për të mos humbur asnjë video. Sot do të zbulojmë së bashku 10 tregues që flasin qartë, po, je në rrugën e duhur të shëndetit. Dhe shenja e numër 10 është një surprizë që shumë njerëz nuk e marrin seriozisht. Le të fillojmë. Një shenjë e fuqishme e një jete të shëndetshme është një cikël i rregullt dhe i thellë gjumi. Nëse zgjoheni çdo mëngjes pa nevojën për 5 alarm dhe ndiheni energjik, kjo tregon që trupi juaj ka marrë kohën për të rigjeneruar qelizat, për të balancuar hormonet dhe për të forcuar sistemin imunitar. Një sistem tretës që funksionon mirë është një pasqyrë e brendshme e shëndetit. Nëse pas vakteve ndiheni lehtë, pa fryrje, dhimbje barku ose urth, kjo tregon që stomaku dhe zora juaj po përpunojnë ushqimin në mënyrë optimale. Mikrobet e shëndetshme në zor janë duke bërë punën e tyre. Trupi flet përmes lëkurës. Nëse fytyra juaj është e hidratuar, me ngjyrë të freskët dhe pa inflamacion të tepruar, ky është një tregues i brendshëm i një organizmi të mirë balancuar, pa akumulim toksinash dhe me qarkullim të mirë të gjakut. Një sistem imunitar i fortë nuk do të thotë që nuk kapni kurrë ndonjë virus, por do të thotë që sëmureni rrallë dhe rikuperoheni shpejt. Nëse kaloni muaj pa një të ftohur ose virozë serioze, atëherë trupi juaj është në formë të shkëlqyer për të luftuar patogjenët. Shëndeti mendor është një kolon kryesore e jetës së shëndetshme. Nëse ndiheni zakonisht pozitiv, të motivuar dhe të kënaqur me jetën tuaj pa pasur nevojë për stimuj të jashtëm, kjo tregon një ekuilibër hormonal, nivele të ulta të stresit dhe një tru që funksionon siç duhet. Nuk është normale të ndihesh i raskapitur pas dite ose të kesh nevojë për kafe për të funksionuar. Një trup i shëndetshëm prodhon energji natyralisht gjatë gjithë ditës, fal metabolizmit të qëndrueshëm, niveleve të sakta të sheqerit në gjak dhe pushimeve të balancuara. Nëse bëni ecje të rregullt, palestër, yoga ose ndonjë aktivitet tjetër fizik pa u ndjerë i detyruar, por si diçka që e prisni me kënaqësi, atëherë trupi dhe mendja juaj janë në sinergji perfekte. Lëvizja rrit energjinë, ul stresin dhe përmirëson qarkullimin. Etja e shpeshtë ose dehidrimi janë shenja alarmi. Nëse natyrshëm pini mjaft ujë gjatë ditës dhe urina ka një ngjyrë të lehtë, kjo është një shenjë që sistemi juaj i brendshëm është në ekuilibër dhe veshkat po funksionojnë pa stres të tepruar. Shëndeti nuk është mungesa e problemeve, por mënyra si i trajtojmë ato. Nëse kur përballeni me stres apo vështirësi arrini të ruani qetësinë, të përdorni teknika si frymëmarrja e thellë, meditimi ose ushtrime fizike për çlirim, atëherë po ushtroni një nivel të lartë inteligjencë emocionale dhe rezilience. Shëndeti nuk lidhet vetëm me trupin, por edhe me lidhjet tona emocionale. Nëse keni marrëdhënie ku ndiheni të respektuar, të dëgjuar dhe të dashur, me familjar, miq ose partner, kjo ndihmon drejt për drejt shëndetin tuaj mendor, imunitetin dhe madje edhe jetëgjatësinë tuaj. Nëse keni njohur veten në shumicën e këtyre shenjave, atëherë urime, jeni duke jetuar një jetë vërtet të shëndetshme. Nëse ndoshta ndjeni se disa fusha kanë nevojë për përmirësim, mos u shqetësoni. Çdo hap i vogël ka një ndikim të madh. Cilën nga këto shenja do doni ta forconit më shumë këtë vit? Shkruajeni në komente. Mos harroni të pëlqeni këtë video, të abonoheni në kanal dhe ta ndani me një mik që ka nevojë për një nxitje pozitive. Deri në videon tjetër, qëndroni të shëndetshëm dhe të buzëqeshur.